ti ka pos anti-PDK. Unë nuk për kuptoja është Isa Mustafa 2.0. Tash kalësëm ti muë... Lumir Avdiqiku, Isa Mustafa 2.0. Po pikrisht, tash Lumiri ka ardhë me narracionin e din artan shumë mirë kunder PDK-s nuk kalon gjotë zes pa thonë. Tash kalëzëm ti muë... Ti ke qenë kunditore. Ti ke qenë... Pushtet si anti-PDK klasike. Anti-PDK ka ardhë... Lumiri ka ardhë si anti-pushtet. Ja, unë e kum qenë koditore me fajtë. Po bashkë, po Lumiri në shkrimën e ti, me fajtë, garantoj, Lumiri në shkrimën e ti asë një shkrim kundër PDK, si strukturë, si partise ka po. Jo, mo. Anti-pushtet, po, anti-pushtet, e kusha ashe vdoqi? Amo, nuk o PDK-ja. Me hoqë Albinio Veveja. Po jo, bëti... Qa është dhe media të nuk është me Ka thonë... patur qëndrime, zoti Avdiqiku, dolën zemër kundër PDK-s edhe në kuvende. Kadri Veselin e quan, shikun e quan organizat kriminale dhe ja përmen vrasjet. Po qka jo? Kur asë një njeri nuk për me akuzu PDK-n për vrasje. Dëgjëm. Se PDK o strukturë me agjon që sa me në dikur. Unë e kam të Po i paçor referohet fjalimit në kuvend pse Kosovës. gjithë kjo dashuri e Lumir Avdiqikut për PDK-n. Dhe urrejtje mo ndaj VV-s. Këto sulme më shumë politike që i ka Bajqenovës dhe që është frydzon. Po le të mbesim tek thelbi. Po jo, nuk është vërtet. Thelbi i kësaj është lëvizja e re. Tani kur e kemi zotin Bajqenovës, i cili llogaritet si një deputet që e ka afërsinë edhe me zotin Konjukës edhe me zotin Kurti, hajde ta debatojmë, a zhbllokohet situata me një figurë që është e pranueshme me dorë zemër, vetëm fal luta. Jo, s'po ta fal. Fal, po duhet diçka. Kam edhe një përgjigje. 2 minutë për avoli nga fjalimi jam. Le ta thot Halili. Është një figurë e pranueshme edhe nga pjesa opozitare. Po e ka thonë opozita. Po për kryetar kuvendi, po